Përshëndetje të gjithëve. Faleminderit. Bajram Krasniqi jeton përmes veprës. Përmes veprës e shkruar. Ai nuk ka lënë shumë libra dhe të vepra nuk është e vellimshme, por është e madhe në kuptimin e vlerës. Qendra e interesimeve të Bajram Krasniqit është sidomos proza, sepse ai është studius dhe historian i prozës, sidomos i romanit historik shqiptar. Por njëkohësisht ai ka shprehur interesime edhe për poezinë, edhe për dramën. Pastaj është edhe intelektual i shquar dhe i angazhuar në kohën kur ka jetuar. Në koha kur ka jetuar ka qenë kohë, siç e dimë, edhe në gjeneratat më të reja, kohë turbullirave dhe trazirave në ardhje. Instituti Albanologjik, gjithsesi Dega e Letërsisë, e organizon këtë tërheqje shkencore që është njëkohësisht edhe promovimi i monografisë së Hysén Matoshit në 35 vjetorin e ikjes nga kjo botë të Bajram Krasniqit. Kushdo që ka shkruar për letërsinë, sidomos për romanin ose për prozën, unë mendoj që e ka referencë të i kalueshme veprën e Bajram Krasniqit. Gjithë secili studius serioz, dhe të tillët nuk janë edhe aq shumë, e ka referencë Bajram Krasniqit. Në shumë aspekte Bajram Krasniqi i ka paraprirë, madje siç e thotë edhe Hysén Matoshi është origjinal në qasjen e tij ndaj fenomeneve letrare historike. Për të mos e zgjatur unë, duke ju falendëruar edhe një herë, e kemi një video, kemi siguruar përmes djalit të birit të Bajramit, një video të vitit 1982, ku mund ta dëgjojmë Bajramin duke analizuar një libër dhe ta shohim në zyrën e tij në Institutin Albanologjik. Libri i dytë i Karlit Andriut, që është vepër e tij postume me titullin Yll e Memoria. Me këtë rast duhet përshëndetur iniciativën e redaksisë së botimeve të rilindjes që të nxjerrë në dritë këtë vepër të tij, që të mbledh vjershat e tij të votuar në përshtypjen e periodikut letrar, edhe zgjedhja që ka bërë Shajt Beqiri me këtë rast e ka prezentuar mirë poezinë e tij të shpërndarë për këtë rast. Si librin e tij të parë i cili është përfshirë në këtë vëllim, edhe në këtë të dytën, dëshmohet se tu është rruga e tij krijuese, Karli Andriu edhe në këtë vepër dëshmon se është një poet që ka ndjerë, që është marrë në problemet preokupante të jetës së sotme, atë që mundon bashkëvendësin e tij, fshatarin, intelektualin, nxënësin dhe shtresat e tjera shoqërore. Preokupimi tematik i autorit së këtu është historia, rruga në këtë ka kaluar populli i tij, përgjithsisht, që të nxjerrë në dritë më mirë rrugën e vështirë për cilën ka kaluar këtë popull, ai të sotme në ballafaqon me të kaluarën. E kaluara dhe e sotmja për të edhe në të vepër janë të lidhura pazëshmërisht. Dhe shtuash paraqisin në procesin e pandashëm historik. E kaluara dhe e sotmja janë dy. E kaluara sotmja drita, errësira, nata, dita e tjera si antiteza tradicionale të cilat poeti ka marrë për poezisë popullore,
në të vërtet e paraqesin atë dalimin hije dritë të këtyre dy kohrave. Bazë të kësaj këtyre antitezave, se to është tradicionale, figurave dhe simboleve që janë si që janë lisi, kuri, kandaja, që përfaqësojnë, simbolizojnë rezistencën e popullet, tregojnë se Kadri Kadriu i takon si thuash asaj rrymës post-revolucionare të poezisë sot, që e fillet e kultivohet më njëherë pas aty ka vitet 50 e këndin. I frymzuar nga kjo rrjedhë e poezisë, për e cila hedh hije dritë në të sotme së kaluarës dhe bëllapaqen të sotme më të kaluarën për të paraqitur atë në dritë të re për të parë se ku ka qenë ku populli i kusë për të afirmuar pra të sotme në realitetin e sotëm. Ma pikturën një vend të varfër, i malë t'i duket strumbullari. E shkrumbuar t'i sillet kafsha, me shkrumbuar të jetë fshatari. Ma pikturën një flamur të grisur në fusha beteja shëngjyrë me gjak. Mi pikturë heronj e heroina, që dalëve gjithë një u dolën prang. Ma pikturën një mali me shkëm të fort, në majtë të ti një përmendore të madhe, prore të ne i kujtoj të imrin e të pareve. Ma pikturën një fush me lumin e këthjel që në thellësi mban peshkun e artës. Ma pikturën një dil që retë se pengojnë, një dil me fytyr e sytë zjarë. Poezia e Kadriut, sërre që planin artistik në njërë, mund të bëhen edhe vretje me mesazhin e saj, gjësor të marrë në të vërtet pretendon për sosmërinë morale të njeriut, që është dhe qëllimi i artit përgjithsisht. Mjafton vetëm të kujtojmë poezinë e tij, Lutje piktore, që është një poezi programatike, ku shpreh kodeksin e tij kultivor dhe moral, apo edhe poezinë tjetër mosebejore me timën, sikur që përdëkështë e mjeta në një vartë të saj dhe shumë. Lexojmë për të parë në të vërtet ku Ju falenderoj. Desha të shtoj këtu diçka që për shembull tash punoj po bëhen ofër 15 vjet në degën e letërsisë dhe Bajram Krasniqin e kam njohur dhe një përmes veprës, po këtu në panel kemi njerëz që e kanë njohur personalisht dhe e kanë pasur mik të mirë. Do të kujtoj që përveç unë edhe Adil Olluri, të tjerët e kanë njohur edhe personalisht dhe e kanë parë edhe përsa afërmi Bajram Krasniqin, dhe sot do të merren edhe me veprën edhe me jetën e, do të flasin edhe për jetën edhe për veprën e Bajramit. Po fillojmë me Hysen Matoshën, i cili e promovon sot monografinë e tij, deri tash të vetme, dhe gjithë përfshirëse për Bajram Krasniqin. Faleminderit juve. Faleminderit. Nderuara ushtruese të këtyre drejtorit të Institutit Arkeologjik Zonja Meliza Krasniqi, nderuar shefi i degës së tërësisë zoti Zimaliu, nderuar familjarë dhe miq të Bajram Krasniqit, nderuara profesoresh Resha Tato, profesor Mlazim Krasniqi, Sali Bashota, Fadil Grejete, Adil Olluri, koleg zonja Zotrit. Autori do të krijojë një vepër letrare artistike e jo një vepër historike. Personalitetet historike duhet t'i shndrojnë në personazhe, në karaktere letrare. Faktet historike t'i trajtojnë si dukuri jetësore, ndërsa historinë si një segment të jetës në vazhdimsinë e saj. Desha ta filloj këtë kumtim timin me fjalët e Bajram Krasniqit, si qartësuesit një relacioni interesant sikurse është ai ndërmjet historisë dhe letërsisë. Ky definim dhe një vijë ndarës ndërmjet përmbajtjes historike të ngjarjes dhe veprës artistike letrare. Thënie të ngjashme që do të mund na udhëzonin edhe sot ka shumë veprën e tij. Jo njëherë kolegëve tanë historian u kam sugjeruar monografinë poetika romanit historik si një literaturë shumë të nevojshme edhe për kontributet mirëfillta historiografike. Aktivitetin e sotëm e kemi konceptuar si një tyrezë debatuese për rëndësinë e veprës dhe të veprimtarisë së gjithë bashkë me Bajram Krasniqit. Nuk do të ndalim theksimin e dhënave biografike dhe as në theksimin e mungesës kaq të vërejtshme të një profili të tillë shkencor intelektual, me qëllim që të mund të them diçka më shumë për rëndësinë shkencore të veprës së tij studimore.
Si autori i monografisë nuk takon të flas më shumë për veprën, por mund të them diçka më shumë për subjektin e saj, shkencëtarin, intelektualin dhe personalitetin e shquar Bajram Krasniqit, vepra e cilit është shumë planshë dhe rëndësisë parësore në fushën e shkrimit shkencor, historiko-letrar, tipologjik, në fushën e kritikës letrare, në sferën e përgjithshme albanologjike dhe publicistike. Me trashëgiminë shkencore e intelektuale, Bajram Krasniqi shquhet si penë origjinale dhe e papërsëritshme e dijes dhe kulturës shqiptare, si vetdije kritike e moderne e kohës, si autor i cili me ardhmën e tij solli vlera specifike, origjinale e papërsëritshme kulturës dhe dijes sot. Ndërkohë, lazbrazdiet paplotësueshme me ikjen e tij të hershme. Bajram Krasniqi ishte përcaktuar për metoda të reja të studimit letërsisë, qoftë në planin e rrugës nëpërmjet cilës i qaset orientimit, mbledhjes e përzgjedhjes së fakteve, interpretimit, mendimit lidhur me to e sintetizimit të tyre, qoftë si mënyrë për të arritur objektivat e tij shkencore. Ndaj themi se është ndër studiuesit me koeficient të lartë origjinaliteti, pavarësisht se nuk anashkalon as arritjet e studiuesve të tjerë në fushën e shkencës së letërsisë. Ai nuk shfaqet si shpërfillës i rezultateve të shkencës letrare shqipe, ndonse jo rrallë ndaj tyre mban qëndrim të drejtë kritik, duke pasur synim të qëmtojë fenomenet letrare, veprat dhe autorët nga këndet e tjera e të reja të vërejtimit shkencor. Mbi letërsinë çojnë përfundime në të shumtën origjinale që edhe janë shenjat dëshmie mbi karakterin specifik të paradigmës së këtij studimore. Në planin e poetikës romanit historik shqiptar, Bajram Krasniqi ka konstatuar ekzistimin e poetikës dysorë të një varg autorësh, dukuri kjo që më shumti shpërfaqet në trajt hibride, sajuar nga ndërveprimi i poetikës romanit historik dhe i poetikës romanit social. Ky ndërveprim, që është rezultati i funksionalizimit të historisë për nevojat shoqërore të aktualitetit mbizotrues të kohës, e kryesisht i motivuar ideologjikisht në aspektin tipologjik e pasuron historinë e romanit shqiptar me zhvillime, modele dhe kthesa që përbëjnë material interesant për historishkrimin e letërsisë shqipe. Janë të shumta edhe shqyrtimet përgjithësuese që trajtojnë raportin ndërmjet historisë dhe letërsisë, historisë dhe aktualitetit ideologjizuar shoqëror, personalitetit dhe personazhit, ideologjisë dhe krimtarisë lirë, e tjera, të cilat ndonse të konkretizuara me realitetin letrar shqiptar, përbëjnë koncepte e pikpamje që reflektojnë mendimin e përparuar shkencor mbi letërsi në kontekst përtejkombëtar. Prandaj, referencialitetin në shkrimet e Bajram Krasniqit nuk del si dekor, as si qëllim, aq më pak si varësi konceptesh themelore të tij. Në një kahë krejtësisht kundërt, referencat e përdorura në këtë vepër historiko-letrare, kritiko-letrare janë brenda trupëzuar dhe janë në funksion të qartësimit pikpamjeve të autorit, i cili në përdorimin e tyre nuk shfaq varësi epigoniste dhe as vetë mjaftueshmëri shpërfillëse. Përdorimi i referenca me mos është provë e një vetdije që mbështetet në respektimin e trashëgimisë së mendimit letrar, pa përjashtuar në asnjë formë kapacitetet etimologjisë së tij individuale, e cila në fundit e jap tonin mbizotrues tekstit të Bajram Krasniqit. Në korpusin e dijeve albanologjike dhe veçmas në atë të studimeve letrare, vepra shkencore Bajram Krasniqit shënon një arritje të jashtëzakonshme për kohën e tij dhe të vlerëshme edhe për ditët e sotme. Pa u marrë me hipotezat se çfarë do të kishim prej tij, nëse vdekja nuk do të rrëmbente 35 vjet më parë, është e domosdoshme ta bëjmë të çastshme trashëgiminë e tij ekzistuese shkrimore, ta pasurojmë bibliografinë e studimeve tona historiko-letrare me këtë shprehje të veçantë dhe ta vlerësojmë me kritere shkencore punën e tij. Kjo është e mundshme dhe e domosdoshme. Mjafton pak vullnet institucional që të mbështetet botimi komplet i veprës së tij. Duke ju falendëruar për praninë tuaj, uroj që në një aktivitet vijues të mblidhemi për përurimin e kompletit të veprave të Bajram Krasniqit. Ju falenderoj. Profesor e di që nuk është e lehtë 6 faqe 7 dhe i gjithë kësaj pune me sintetizu, por është thënë esenca edhe mesazhi në fund për ndihmën institucionale për botimin e kompletit të veprave të Bajram Krasniqit. Kjo është shumë rëndësi, veprat e tij gjinden, por nuk gjinden as lehtë, nuk janë treg. Mund gjinden libraritë e librave tjetër, por ju në tregun aktual. Kështu që ribotimi i veprave të tij do të ishte shumë i mirë, mendojmë gjithë që është domosdoshmëri,
për studimet letrare, po sidomos poetika, që qarkullon dorë në dorë. Edhe nuk ka, më tema s'është, ka vitin që s'është, dhe është një vepër që duhet. Ftojmë profesoreshën e nderuar që ka ardhur Elkas nga Tirana për ta nderuar institutin, degën e letërsisë dhe sidomos Bajram Krasniqin që siç e dimë ka njohur personalisht. Thola juaj. Faleminderit. Të dashur koleg, familjar fëmijë të Bajramit, miq e dashamirës të tim, lejoni vetëm 1 minutë të shpjegoj pse jam unë këtu sot. Jam sepse para 45 vitesh kam qenë e ftuar nga profesori i madh Recep Qosja për herë të parë të vi në Prishtinë në Institutin Albanologjik. Ishte një dëshirë e jashtëzakonshme, ishte një ngjarje e jashtëzakonshme sepse ju e dini fare mirë që ka që vite nuk kalohesh kufiri andej dhe këtej, sapo ishte hapur, dhe ëndra ime ishte të vija në Kosovë dhe thosha nuk duhet të shkoj në asnjë vend të Evropës, në Kosovë duhet të shkoj. Dhe u plotësua kjo ëndër. Dhe po ju them që një muaj që kam kaluar është një periudhë jashtëzakonshme, shumë e bukur në jetën time. Atëherë kam pasur pranë mikeshën time të shtrenjtë, Resmien, dhe Bajramin ishte dhe i ndjeri Sefa, që u afru me grupin tonë, por këto ishin një çift i jashtëzakonshëm, ishin në zyrë, dhe u bëm një treshe që kemi kaluar jashtëzakonisht bukur. Atëherë kam njohur Bajramin, ishte një djalë i shkëlqyer. Më besoni që nuk e them se është rasti, por ishte vërtet djalë i shkëlqyer, djalë i mençur, me intuit të hollë artistike, djalë i ndershëm, me personalitet, dhe kishte një tipar që ndoshta fëmijët e vet, sa i la shumë të vegjël, nuk e din. Ishte hokatar i madh Bajrami. Tregonim shumë qyfyre. Resmia me Bajramin nuk pushonin gjithë ditën duke treguar barcoleta, i qeshni me shkrim. Domethënë unë mbaj mend Bajramin duke qeshur vazhdimisht. Apo jo Resmia? Ishte një figurë shumë e dashur, shumë simpatike, dhe më besoni, kur mas disa vitesh mora vesh që më lajmëroi Resmia që Bajrami ndroi jetë, më ka ardhur jashtëzakonisht keq. Kisha kaluar dhe unë tragjedin në jetën time, dhe mu duk sikur vllai i dytë ndroi jetë, sepse një vlla të vetmi që ka pasur ai ka ndruar jetë. Mu duk sikur Bajrami ishte një vllai më i vogël se unë, por që ishte shumë i dashur, dhe sot me thënë drejtë se këto ngjarje kanë gjë edhe sa emocionuese kështu, ajde gëzim. Jam kënaqur jashtë mase kur kam takuar djemtë e Bajramit. Të shkëlqyer. Nuk ka se si ti e ndryshe, djemtë ati babai. Kështu që unë jam shumë e lumtur që jam sot këtu, ndonse kam dhe emocione dhe më rikujtohet, që të thonë, e kam njohur para 25 vjetësh, por ka qenë një figurë që ka lënë në gjurmë në jetën time. Kështu që unë dua ta falenderoj gëzimin që më ftoi të vi në këtë aktivitet, dhe do vija siç erdha me shumë dëshirë. Tashti kemi në dorë një botim të vyer. Monografinë e profesorit Sel Matoshit, Veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit. Me bindje e vlerësoj si një kontribut të shquar në ndriçimin e personalitetit shkencor të një prej studiusve më të spikatur të këtij instituti. Por specifik e promovimit të sotëm është fakti që përmes kësaj monografie, dhe unë kështu e kam cilësuar fjalën time, takohen në Fojza, dy studius të shquar të letërsisë, Bajrami dhe Hyseni. Është një takim që për fat keq nuk realizohet drejt për drejt, por përmes një qasje shkencore. Duke lexuar këtë libër, ndjejmë se sot, ndonse për fat keq, Bajram Krasniqi nuk është fizikisht prej shumë vitesh pranë jush. Lidhja që vendos profesor Matoshi me të përmes interpretimit shkencor, sjell Bajramin sot imponues, të veçantë, me vlera të paharrueshme të shkencës son letrare.
Unë di se në këtë monografi, ballafaqohen dy personalitete në fushën e studimit letrar. Nga njëra anë, duke lexuar monografinë shkencore të profesor Matoshit, ne arrim të depërtojmë në sistemin shkencor letrar të Bajram Krasniqit. Nga ana tjetër, zbulojmë më thellë dhe duke lexuar këtë monografi, zbulojmë edhe sistemin shkencor letrar të studiusit Hysén Matoshi, i cili ka arritur të na shpërfaqet me vëzhgime dhe analiza të mprehta sistemin e parë. Prandaj kam konsideruar takohen dy studius të shquar të letërsisë. Është e pamundur të mos ndjekim këto dy sisteme që zbulohen, përputhen, afirmohen, por duke shprehur njëkohësisht, duke ruajtur njëkohësisht dhe individualitetin e secilit. Kjo është një vlerë shkencore. Prandaj preferoj në fjalën time të ndalem në këto dy sisteme, në sistemin shkencor të Krasniqit, të dhënë prej Hysén Matoshit, dhe në sistemin shkencor të vetë Hysén Matoshit. Dhe si realizohet kjo lidhje, ky takim në këtë monografi shkencore. Boshti i parë, përcaktime më thelbësore të studiusit Hysén Matoshi për individualitetin e studiusit të ndjerë Krasniqi, disa janë konqiz në interpretimet shkencore, elokuent në përcjelljen e mendimit, shkëputur nga praktikat e vaste të pozitivizmit në paraqitjen e kronologjisë së letërsisë shqipe, njohës serioz i metodologjisë së studimit dhe i terminologjisë letrare, debatus i guximshëm dhe i argumentuar në debate shkencore. Në trajtimet e tij mbeten teza të rëndësishme lidhur me zhvillimin e letërsisë shqiptare. Studius me integritet të lartë moral. Janë disa nga përcaktimet që na vijnë nga kjo monografi. Në tërësinë e trashëgimisë shkencore të mikut tonë të ndjerë, nuk mund të ndalen sot të gjitha. Duke analizuar e përcaktuar tiparet thelbësore të mendimit të tij shkencor, studiusi Matoshi ka zbërthyer në plan teorik dhe historiko-letrar që 40 vite më parë, në mënyrë të veçantë, monografinë më përfaqësuese të Bajram Krasniqit, studimin e tij mbi poetikën e romanit historik. Është një vepër e shquar, prandaj unë dhe sugjerova që kjo vepër duhet ribotuar dhe duhet sjell patjetër të qarkulloj edhe në Tiranë tek studentët, tek studiusit, se është një vepër me shumë vlera. Kontributi vlerësueshëm i kolegut ton Matoshi është qasja që i ka bërë jo vetëm kësaj monografie, por gjithë trashëgimisë shkencore të studiusit të ndjerë. Bie në sy kombinimi i qasjes historiko-letrare me sistemin teorik mbi të cilin mbështetet Bajram Krasniqi. Raporti i drejtë midis këtyre dy qasjeve, një studim shkencor, është baza e suksesit të çdo studiusi. Është pikërisht ky formim i sakt teorik shkencor që e ka çuar kolegun ton në analiza specifikuese, në zbulimin e tipareve shkencore të Bajram Krasniqit, për të cilat nuk është shkruar sa duhet gjërësisht deri sot. Përcaktimet mbi tipologjinë e studimeve, problematika teoriko-historiko-letrare të romanit historik, i përgjigjen saktësisht kontributit që ka dhënë studiusi ndjerë në tipologjizimet që ai ka bërë letërsisë sonë, deri në ato vite kur jetoi. Siç vihet e re, si përcakton dhe studiusi Hysén, këto përcaktimi janë ndër të para, midis të tjera është roman pseudo-historik, romani epope, romani personazhit, romani që qëndron midis historisë letrarizuar dhe letërsisë me subjekt historik, romani me prirje moderne, defabulizimi i romanit historik, vëzhgimi për prirjen drejt një poetike jo të standardizuar, një lloj shturje e strukturës kompozicionale të romanit klasik e tjerë. Pra janë një varg problematikash themelore të shkencës letrare që përcaktohen nga ky studius. Me këto vëzhgime, që për momentin e thash janë të pjesshme, sigurisht,
Studiusi Hysén Matoshi ka zbuluar me profesionalizëm që për momentin që flasin janë të pjesshme vlerat e shquara që kaq studimet e Bajram Krasniqit, sidomos për romanin historik, si thash. Aspekte që ende janë në themel të qasjeve për çdo që do të merret sot e tutje me romanin historik shqiptar. Studiusi ynë në monografinë e vet ka bërë të qartë se përsaktimet e Bajram Krasniqit nuk janë thjesht tipare të jashtme të letërsisë, por teza që hapin mundësinë e diskutimeve, e zhvillimeve të mëtejshme. Ky ishte shumë shkurt Bajram Krasniqi që na zbulohet në këtë monografi, aq sa mund ta them shumë pak, kuptohet në fjalën time. Boshti i dytë ku do të përqendrohesha, thash janë takimet e dy studiusve. Cila do të ishin tash i përcaktimet thelbësore që do të bëja unë sot? Në fakt duket sikur janë të takohen 3 studius letërsie, që do të bëja unë sot për individualitetin e Hysén Matoshit. Si studius, saktësia, sipas meje, saktësia dhe qartësia e mendimit, aftësia për të depërtuar në strukturat e brendshme, çka e bën të jetë një specifikus i sakt i individualitetit shkencor të Bajram Krasniqit. Serioziteti i mendimit dhe ruajtja e masës së vlerësimit, çka dallon një studius serioz. Koncepti i sakt për raportin me ndikimet letrare që pëson një autor. Lidhja që gjen midis studimit të Krasniqit dhe mbi Kadaren, studim që konsideron si prologun shkencor të veprës më serioze poetika romanit historik shqiptar. Aftësia për të ndjekur me seriozitet rrugën e zhvillimit shkencor që ka mbi objektin e monografisë. Aftësia për të vlerësuar studimin me romanin historik në plan më përgjithësues, si një ndër aspektet dhe si një ndër projektet themelore të rëndësishme të Institutit Albanologjik në atë kohë. Lidhjen që zbulon midis sistemit teorik të Krasniqit dhe aspekteve reale të zhvillimit të romanit historik. Vëzhgimet në rrafshin tipologjik dhe kronologjik, përsaktimin e një tipari thelbësor që lidhet me praktikën e paradigmës imanente të historisë letërsisë, si kundërvënie e Krasniqit ndaj paradigmës pozitiviste që mbizotronte atëherë në gjithë studimet tona. Është një, për mendimin tim, është një interpretim thellësisht shkencor. Poemi i profesor Matoshit se Bajram Krasniqi fokusohet tek, po citoj, esencat që kanë të bëjnë në radhë të parë me ligjshmëritë e evolucionit letrar, sistematizimin e produktit të një lloji të rëndësishëm letrar, duke krijuar njërën nga makrostrukturat më të rëndësishme të studimeve letrare shqipe, pastaj në përbërës që kanë të bëjnë me veçantitë e poetikës së këtij romani. Në mënyrë të thukët, studiusi Hysén jep disa shtylla shumë të rëndësishme të identitetit shkencor të Bajram Krasniqit. Mëtej, Hysén Matoshi depërton në strukturat kompozicionale, në përbërësi stilistik, në raportin që shkrimtari krijon me historinë. Meriti i tij është përsaktimi i një veçanësie thelbësore të sistemit shkencor të Bajram Krasniqit, duke vënë duke se ky studius nuk u mbështet në modele të gatshme studimore, por mbi formimin e parimeve teorike moderne, eci në rrugë të pavarur, në përfundime origjinale, si tipar thelbësor i paradigmës së tij studimore. Në strukturën e kësaj monografie, specifikohet një tipologji e qartë e interpretimeve të trashëgimisë shkencore të Bajram Krasniqit, shkrime të karakterit historiko-letrar dhe shkrime të karakterit kritiko-letrar. Për këtë vepër monografike në të cilën roket në mënyrë të plot personaliteti shkencor, por dhe moral i njëri prej studiusëve më serioz të Institutit Albanologjik. Shfrytëzimi pothuajse shtërrues
i bibliografisë së veprave shkencore dhe publicistike të Bajram Krasniqit, bibliografia e pasur teorike shkencore, e ka ndihmuar autorin që të depërtoj me profesionalizëm në sistemin e të menduarit shkencor të këtij studiusi të ndjerë. Të nderuar kolegë dhe miq, Bajrami është sot midis nesh, brenda kësaj ndërtese, sepse për herë të parë, me seriozitetin e një studiusi të konsoliduar, profesori Hussein Matoshi na e risjell sot në këtë monografi mendjen, pasionin shkencor, aftësitë depërtuese të mikut ton të ndjerë. Monografia vjen si dëshmi e punës së jashtëzakonshme të Bajramit, por dhe të Husseinit, që ka objekt studimi, për ta ringjallur këtë personalitet, për ta rikujtuar të pranishëm edhe sot mas 35 viteve që ai nuk është. Kam bindjen se i ndjeri, kam thënë dhe diku tjetër, i ndjeri Bajram Krasniqi do të ishte një pasardhës i denj i profesorit të shquar Recep Qosja. Dëshmi serioze ati brezit të shkëlqyer që ky profesor i madh arriti të krijoj, të formuloj në fillimet e Institutit Albanergjik të Prishtinës. Një pjesë e mirë e kolegëve të atyre jetojnë sot dhe unë jam e lumtur që i takoj, për fat keq një pjesë nuk jetojnë, por janë të gjithë kolegë të shquar dhe unë ruaj kujtimet më të mira për gjithë ato. Sigurisht kaq sa thash, në krahasim me vlerat e Bajramit dhe vlerat e punimit janë shumë të pakta sa për ta nderuar dhe për ta rikujtuar, por thelbësore në këtë takim unë do të isha urime dhe mirënjohje kolegu ton Hussein Matoshi, studiuesi i mençur, modest dhe i urtë. Faleminderit Hussein. Faleminderit profesorish akademikja jone e shquar e nderuar, edhe për kujtimet që na solli për Bajramin edhe kolegë tjerë, edhe për tekstin që pati si sta dy boshte, veprën e Bajram Krasniqit dhe monografinë e Hussein Matoshit. Kemi nderin këtu ta kemi profesor Mulazim Krasniqin, mik i Bajram Krasniqit dhe kolegi i tij. E përmendi profesorisha fjalën angazhim në fund të kumtesës dhe besoj që do të jetë poshtë i kumtesës tënde pikërisht. Respektuara familje Krasniqi, të nderuar miq dhe kolegë, në një vjetorin e vdekjes së doktor Bajram Krasniqit, pata botuar në ballinën e revistës Fjala një tekst me titull Kujtimet që nuk zbehen, kuptimi i cili është njësoj aktive aktuale dhe 35 vjet pas vdekjes së tij. Kujtimet për Bajramin vërtet nuk zbehen sepse janë gravurat një miqësie e bashkëpunimit sinqert, në kohën kur patën filluar përmbysjet e mëdha ideologjike, kulturore, shoqërore, kombëtare në shtetin në cilin jetonim, po edhe në mbar Evropën lindore. Atë muze kujtimesh të mia për Bajramin e mundsoi jo vetëm njohja jo në ambientet e qeta të Institutit Albanergjik, por edhe afërsia me lidhjeve tona dhe njerëzit e përbashkët që i njihnin a kishim parafisnime ta. Këtu po e shoh Hajrizin, ishte drejtorin tem të nderuar të shkollës fillore, që kanë qenë një pedaj, si edhe Shabani që ka qenë normalist me vllajin tim dhe fletorët e Shabanit unë si nxënës si fillore që kam lexuar, sepse i merrte vllajin për të marrë shënimet. Bile se di Shabana edhe që një virë që ke pas aty dhe një strofë saj më i mendën edhe ende përmendsh. Por përtej atyre fijeve, kujtimet janë produkt i natyrës dhe i mënyrës se si Bajrami komunikonte me një qetësi intelektuale, me një koncentrim të plot për atë që shqiptonte, e në atë që i komunikohej, për mënyrën si nxirrte përfundime mbi cilën do temë që diskutohej. Pothuajse secilën temë që diskutohej, Bajrami disi e kornizonte teorikisht, duke nxjerrë përfundime ose rekomandime. Atëherë nuk e kam ditur saktë vlerën e atij angazhimi të sforcuar intelektual,
por më vonë duke lexuar një studim antropologjik të Karl Popperit mbi interaktivitetin, hierarkinë dhe rivalitetin e intelektualëve në rast të debatesh, e kam pasur më të qartë ndikimin që kanë intelektualet e formuar mbi kolegët e tyre më të rinj në formësimin e ideve e boikotimeve qoftë kulturore, qoftë politike. Bajrami ishte nga ai tipi intelektualit që nuk të lën indiferent dhe që gjithnjë ndikon me idetë e tij. Dalja nga ambientet e qeta të Institutit Albanologjik dhe futja në rrëmujën e ndërmarrjes Rilindja, si redaktore mandej kryeredaktore e revistës Fjala, ka qenë vendimtare për atë proces transformimit të Bajramit nga një studius elitar në një intelektual të angazhuar. Revista Fjala ishte edhe vetë revistë elitare në ato vite, por në ndryshimin e ngjarjeve në terrenin ideologjik e politik, ajo filloi të bëhej një medie me më shumë ndjeshmëri për aktualitetin politik e shoqëror. Ndryshimi po vinte si proces reaktiv ndaj ndryshimeve dramatike që ndodhen në skenën politike, mediale nacionale në ish Jugosllavi dhe veçmas në Serbi, me ardhin e Slobodan Miloševićit në krye të saj. Atëherë filloi të operacionalizojë platforma e memorandumit të Akademisë Serbe të Shkencave dhe të Arteve, ku parashihej anulimi i autonomisë Kosovës dhe faktikisht shpallej një luftë e hapur ndaj shqiptarëve. Në takimin e shkrimtarëve në prill të vitit 88 në Beograd, ku kemi qenë bashkë edhe me Bajramin, njëri nga eksponentët serb, Milan Komnenici, në tubimin që ishte në një kinema ku kishte mbi 300 njerëz, ai tha: "Zotëri, ju duhet ta dini që ne jemi në luftë." Pra në vitin 1988. Dhe temat kryesore që ne kemi diskutuar në atë kohë me Bajramin, me Ibrahimin, me profesor Qosin e shumë tjerë, kanë qenë tema që imponante media dhe politika serbe, siç ka qenë problemi i natalitetit shqiptarëve, shpërngulja e serbëve, gjoja shpërngulja e serbëve, memorandumi, dhunimet, deri tek, ai akti vetë vendues i Gjorgje Martinovićit, që u bë manena një pretekst për një histeri abnormale ndaj shqiptarëve dhe që Bile Antoni Isakovići, kryetari i komisionit që ka hartuar memorandumin, ka një poem për ta me titull Jasenovc për një njeri. Mundi me marrë me mend kampin e Jasenovcit, e krahasonte me një akt vetë vendues të Gjorgje Martinovićit. Pra kemi jetuar në këtë vorbull ngjarjesh, të cilat sot me va tregu të rive ju duket bashkë si filma, por po flasim për një periudhë kur intelektualet shqiptarë të angazhuar, siç ka qenë dhe Bajrami, sidomos profesor Qosja, profesor Rugova, kur nuk e kanë ditë nëse i qelë sabahi a i rënata, ose nëse i rënata i qelë sabahi. Kjo ka qenë periudhë në cilën Bajrami ka kalu, po thëmë, prej kësaj qetësie të institutit në rrëmujën e madhe të angazhimit mediale dhe shoqëror. Amerita Bajramit në rolin e tij si kryeredaktor i revistës Fjala për të formuluar një politikë editoriale që do t'i përgjigjej asaj gjendjeje, ishte evidente, në fakt ka qenë kryesorja. Në kuadër të asaj politike të re editoriale, ai më ftoi që t'i bashkohesha redaksisë si gazetar redaktor që nga janari vitit 87. Pjesën tjetër të kohës derisa nën presionin politik dha dorëheqje parasysh të firmosjes së apelit 215 të intelektualëve, kemi punuar bashkë në atë redaksi. Sado që ngjarjet rrotulliseshin dhe kishin edhe efekte traumatike, Bajrami shquej për gjakftësi e maturi lapidare, e potot insertin. Ajo gjakftësia ati ka qenë me i bo nervoz armisht për një mend, por ka qenë këgja sfidus edhe për mistë tuën, mistë e ti, sepse ka qenë aqë gjakftoft dhe aqë i koncentrum, sa që rrallë në njëherë njëtë kompan njëri me atë lloj koncentrime dhe gjakftësie. Në kuadër të asaj politike të re editoriale, pra Bajrami si kryeredaktor ishte e pror dashamirës, kur nuk tentonte të impononte autoritet administrativ, sikur në fakt bënin shumica absolute e prorëve drejtuesve të shtypit në atë periudhë.
Bajrami kërkon të zbatoj politikë editoriale konsekuente ndaj natyrës së revistës, pra me përbajtje letrare, kulturore e shoqërore, por duke forcuar vëdvështimin albanologjik, dhe kjo ka shumë rëndësi, i cili deri në atë kohë kishte qenë më shumë botkuptim ideologjik se sa albanologjik. Disa vite para se Bajrami të zgjidhej kryeredaktor te Fjala, politika editoriale e Fjalës anonte shumë më tepër drejt konkurimit në hapësirën kulturore jugoslave me idetë e integrizmit jugoslav. Dhe Bajrami e transformoi komplet në një revistë me botvështrim albanologjik. Me ardhin e Bajramit kryet revistës, pra ajo politikë ndryshoi pak thyeshëm, dhe ne që e pasuam, Sulejman Syla në fillim, e unë ma vonë, vetëm e kemi vazhdu frymen që pati instalu Bajrami në politikën editoriale të revistës Fjala. Ka qenë organi i parë federativ që është shpërbom. Në procesin e shpërbomjes së Jugosllavisë, organi i parë federativ ka qenë ajo. Dhe në atë epilog, titulli i kumtesës së Bajramit, Jugoslavizmi dhe shqiptarët morrin një kuptim të ri, vërtet t'i gëllonte si epitaf, nëse doni si nekrolog për vdekjen e jugoslavizmit ndër shqiptar. Nga bisedat e shumta që kemi pasur në zyre, në kafene, sepse ne shqiptarët në atë kohë kemi në kafene shumë, mbaj mend se Bajrami acarohej me ata që ishin indiferent ndaj zhvillimeve ku atakoi hapësira jonë kulturore, politike dhe kombëtare. Ata carin me shprehje duke cituar shpesh fjalën e urtë që thotë: "Një gjarpën që nuk më hanë mua, sa për mua le të rënë 100 vjet." Është një fjalë shumë e njohur ndër shqiptar. Bajrami bëhej shumë nervoz me këtë lloj filozofie dhe thoshte që është një lloj primitivizmi dhe një lloj egoizmi, sepse nuk duhet të jesh indiferent ndaj rrezikut kujtdo që i kërcënohet. Edhe insistonte që në këtë kontekst që intelektuali, sidomos, duhet ishte aktiv dhe duhet t'i kundërvihej të keqes. Një vlerë tjetër e tij e madhe ka qenë lidhja e tij me familjen. Sa mbaj mend, bashkë çdo ditë telefonante nga redaksia në banesë e pyeste të shoqen për fëmijët, nuk komentonte shumë me emocione, por emocionet i shiheshin në fytyrë. Për smundjen e tij kemi biseduar disa herë. Nuk bënte komente të gjata, as nuk ankohej. Duke i sheshit se e mbante brengën nën kontroll, nuk e jepte veten. Ishte i njëjti karakter i fortë, si në betejat intelektuale, ku kur nuk e jepte veten. Vdekja e tij ishte goditje e rëndë për familjen e tij, për të gjithë ne miqtë e tij, edhe për albanologjinë, si u përmend në kontributet e profesoreshës edhe të profetit Hysen. Me që administrata sërbe në atë kohë, në pati marrë shtypshkronjën, edhe ja pati në rubil edhe emnin, edhe nuk ishte as ku të shtypeshin flet vdekjet, kartë mërtalet, unë thjesht nuk e di edhe vetë tash tamam, qyshe kam gjetë një shtypshkronjë dikon, privat edhe i kam shtyp ato kartë mërtale për vdekjen e tij, pra i kam shku, kam kry një punë si për një antar të familjes, sepse kjo ka qenë, se thënë, lidhja jonë. Ne miqtë të bashkëpunëtorët e Bajramit e ruajnë kujtimin për të, ndërsa studiuesit duhet të merren me studimin e veprës së tij. Një punë vërtet të shkëlqyeshme në këtë drejtim tashmë ka bërë doktor Hysen Matoshi me veprimtaria shkencore Bajram Krasniqit. Unë e kam lexuar sepse kam pas mirësinë Hyseni ma ka vëru dhe bukfalisht është një student shumë me vlera dhe jam i bindur se tashmë, siç e përmendi profesoresha Floresha, ka trasuar një rrugë në cilën duhet vazhdojnë këto studime dhe jam i bindur që puna e profesor Hysenit do të vlerësohet gjithmonë më shumë ndër vite, sepse është një punë për e vyrë dhe shumë e vlefshme. Shpresoj se kjo punë të ardhmen do të shoqërohet edhe me studime të tjera, sidomos mbi publicistikën dhe mbi angazhimin e tij shoqëror. E sigurisht është se disa nga idetë dhe kontributet e Bajram Krasniqit janë inkuadruar tashmë në tërësinë e vlerave të projektit tonë për pavarësi dhe integrim kulturor kombëtar. Vetëm mbetet që të identifikohen e të vlerësohen në të ardhmen përmes këtyre studimeve. Ju falenderoj.
Shumë faleminderit profesor që na sollet përveç kujtimeve. Do të edhe një pjesë të profilit që thanshëm të Bajram Krasniqi, pjesën e angazhimit intelektual dhe publicistikës. Kemi nderin po ashtu ka kemi të pranishëm profesor Salih Bashotin që edhe këtë do të flas për një aspekt veçantë të krijimtarisë shkencore të Bajram Krasniqit për mendimin kritik të tij. Faleminderit Zim, ndëruar familje Krasniqit, të ndëruar kolegë, miq, pjesëmarrës të kësaj konference shkencore për jetën dhe veprën e Bajram Krasniqit. Para se të utilizoj disa pjesë të një kujtese gjatë, po i them vetëm dy fakte. Njëra ime e parë me Bajram Krasniqin është pikërisht takimi im me të në zyrën e profesorit Qosjes, kundër tjerë profesor Qosje pa thënë se Bajram Krasniqi shë më larg se të tjerët. Është një nga studiuesit e Institutit Arkeologjik edhe nga studiuesit shqiptar që shë më larg se të tjerët. Pastaj ka vazhduar përmes profesorit Vjazim Krasniqi në revistën Fjala, ku e kam pas një rubrikë të rregullt për recensione për libra, me të cilët kemi bashkëpunuar bashkë me të ndjerin Bajramin, dhe intervistën e fundit e kom bërë me të cila është botuar në revistën Fjala, dhe më intervista e fundit me Bajram Krasniqin është botuar nga unë që e kom bërë pyetjet edhe ka qenë ditë vështira kur kemi bërë intervistën, kështu që ruaj kujtime shumë të mira dhe ndër tjera ka mësuar shumë, qoftë për guximin që kishte, qoftë për dijen që kishte, qoftë për urtësinë dhe butësinë. Ishte më ato që ka bërë një punë vërtet të madhe me botimin e monografisë, një punë shumë e madhe, kemi biseduar disa herë edhe me Hysenin, do të ishte që sa më shpejt të botohet që ndihet mungesa edhe në Fakultetin e Filologjisë edhe në Bibliotekën Kombëtare ku isha drejtor, mungojnë veprat e Bajram Krasniqit. Është në rëndësi ribotimi i veprave të tij, për shkak se Bajram Krasniqi ka sjellë edhe risi në mendimin kritik shqiptar. Unë po i përmend vetëm disa nga elementet, kështu që mos i marr shumë kohë sepse ka të tjerë që do të kenë kujtesë të tyre. Në shkencën moderne të ligjërimit kritik të ne, veprat e Bajram Krasniqit paraqes një shembull të mirë, gjithsesi interesant, në ndryqimin e një vargu të gjerë të thellë pikpamjesh, bot kuptimesh e përgjërjesh, që kanë të bëjnë me autor dhe vepra të ndryshme, kryesisht të letërsisë shqipe, në të cilat hulumtohen gjithnjë e parashtur, poetika dhe funksioni i saj ideoestetik në përshkallën dhe nivelet të ndryshme, në gjerësi dhe thellësi, në diakroni dhe sinkroni. Vepra por kritike e Bajram Krasniqit me titullin Komunikime letrore në 1980 paralajmëron pikëshikimet dhe vizionet, bot kuptimi dhe bot perceptimin e një studiuesi serioz e me përgatitje të arrijë e të pjekur shkencore, i cili me ngulm e vërtetësi i jeton, i shqyrton dhe i vlerëson dukuritë dhe problemet e ndryshme të arrit letrar, duke spikatur njëkohësisht fushën e interesimit të tij kryesor, siç është romani dhe poetika e tij, tiparet e zhanrit romanor, mikrostruktura dhe makrostruktura letrare, raportet e narracionit, thënia poetike e veçoritë të tjera. Në kapitullin e parë të këtij libri kritik, autori përqendrohet në problemin më të zëshme që shtron romani i bashkëkor, në nxitjen dhe zhvillimin e tij të gjithëmarshëm, duke bërë njëkohësisht edhe tipologjinë e tij. Vija e pikëshikimit tërhiqet më gjatë në disa romane të veçanta për të nxjerrë në shesh kriteret vlerësuese e posaçërisht proceden dhe kompozicioni. Ndërkaq kapitulla kryesore e kësaj vepre kritike me titullin Poetika e prozës së Ismail Kadares është insistimi më i angazhuar, më provence dhe më premtues i këtij autori në studimin e individualiteteve të mëdha, siç është shkrimtari me renomi botërore Ismail Kadare. Po shkruaj këtë pjesë, vepra e dytë, letërsia dhe vetdia historike, 1984, e sintetizon përvojën e studiuesit në thëllimin dhe njohjen sa më të gjerë të problematikës së shtruar. Në tipologjinë e punimeve të shumta që u përkasin,
studimeve, trajtesave dhe eseve, ndërtohet raporti kryesor themeltar ndërmjet vetdijes letare dhe vetdijes historike e strukturat të tjera përverse, duke i parë konkretisht përkimet dhe proceset që dalin prej tyre. Në vazhdim të këtij studimi, fushëtimi, gjithsesi mund të themi se shquhet kaptina, homologjia e struktura, ku Bajram Krasniqi sjell domethënë prirje interesante, studimore, që kanë të bëjnë me këndvështrimet kritike dhe analitike për romanet e ndosnikajt, për novelet e panjore të Francesca Tonë Santorit, e sidomos për poetiken e veprës së Apollozos. Duke u hequr nga një metodë origjinale e studimit e problemeve letrare, Bajram Krasniqi e tjera sjell çështje të reja në shkencën moderne të ligjërimit shqiptar. Unë mendoj se një kapitull i veçantë e veprës edhe profesor Fatoshi ka hetuar është gjua e kritikës së Bajram Krasniqit. Lërisht mund të them sot të para jush se dallon nga gjitha mendimet kritike të autorëve të tjerë shqiptarë edhe në Shqipëri dhe në Kosovë. Është i veçantë. Pikërisht në këtë prizë, studiuesi ilustron nga parimi i djesisë së deri sotme personalitetet e rëndësishme të letërsisë dhe kulturës shqiptare. Nolin, botkutimi dhe stili i tij, Kadaren, poezia lirike, pastaj shfaq pikpamje interesante për domethënë për dramën e Ergjepqosës, me studimin semiotika e miteve, që ka të bëjë me veprën dramatike të Ergjepqosës, dhe sjell pikpamje, ide, mendime për kritikën letrare, për rolin dhe rëndësinë e kritikës letrare, dhe sidomos për kritikën në funksion të vetdijes historike. Të palumtuara deri sot, që kanë të bëjnë me problemet e shumta, të cilat në kontekste të ndryshme i takojnë strukturës, poetikës dhe tipologjisë së romanit historik shqiptar. Me një teknikë dhe shkaktësi të përsosur të shkrimit historiko-letrar, autori i monografisë jeton llojet, tipat dhe prijet e zhvillimit të romanit historik, duke shqyrtuar atë posterërisht për brenda makrostrukturës letrare. Gjithashtu aty bën edhe piktakimet krahasimtare ndërmjet letërsisë kombëtare dhe letërsisë së përballshme, duke i parë specifikat semantike, kompozicionale, ndërtimore, tipologjike në rrafshin kërkimor, madje teoriko-poetik. Gjua e Bajram Krasniqit në veprat e tij studimore është gjuhë teoriko-poetike, e rrallë, shumë e rrallë në letërsinë shqipe. Vepra e katërt dhe fundit, domethënë, e tij është Kodet e ligjërimit letrar, vitet 1988, që shikuar në aspektin historik, historiko-letrar, kritik, estetik e tjerë, domethënë trajton aspekte veçori, sidomos të prirjeve ide stilistike dhe konceptuale në, domethënë, në letërsinë e viteve 20 dhe 30, duke bërë studime interesante për prozën, kritikën letrare, dhe duke sjell disa artikuj të ndryshëm publicistik që kanë bënë me aktualitetin kulturor, letrar dhe sociopolitik. Bajram Krasniqi, domethënë, është një autor që edhe në studimet e tij të veçanta, sidomos pas Drenin, Nolin, Lazgushi, Mizini, ka sjell pikpamje të reja, dhe në këtë drejtim gjithsesi duhet një kapitull veçantë e gjithë prodhimit e tij kritik duhet të vlerësuar në studimin e gjatë me titull Moderne në letërsinë shqiptare. Prirjet pluralizmi stilistik në letërsinë shqipe. Unë mendoj se profesoresha Nada është marrë në çështjet e pluralizmit stilistik, po mendoj se Bajrami është një nga, domethënë, autorët që ka sjell pikpamje të reja, një të bot perceptim dhe të bot ndijem të ri sa i përket prirjeve stilistike që kanë bëjnë kryesisht me romantizmin, klasicizmin, neoklasicizmin, futurizmin, simbolizmin, panarsizmin, birrealizmin e tjerë. Dhe Bajrami ka trajtuar mjaft dhe ka dhënë me skema, ka paraqitur me tabela, domethënë disa prirje që janë të cilë autor, për shembull Tazdarin, të Mizgjeni, të Lazgushi, të autorë të ndryshëm. Domethënë është një nga studimet interesante që edhe sot është i vlefshëm për studimet, sidomos në Universitetin e Kandidatit të Teknologjisë. Unë nuk po zgjat shumë, po them një fakt që Bajrami ka mësuar shumë nga autoritetet të ndryshëm. Ndër tjerë u mendoj Lotmani, Lukazhovski, kanë qenë autorë që Jakobsoni, që kanë ndikuar në formimin e tij
letrare dhe kulturore. Vepra e tij, pra, është një vepër e rëndësishme dhe receptimi sot, pranimi sot kritik, ku kritika letrare në Kosovë faktikisht nuk është një gjendje të mirë, ne nuk kemi asnjë gazetë jetore, edhe s'kemi domosdoshmë produksionin që përcjellet në mënyrë të vazhdueshme siç është përcjell atëherë në gazetën Lindja ku kanë përcjellë Ramadan Muslimi, Gjemal Mustafa dhe shqiptarisat e tjerë, kanë përcjellë produksionin botues, është mungesë e madhe, ku është një mungesë e madhe e informimit për botime të rëndësishme me vlera, siç është vepra e Bajram Krasniqit. Lexuesi sot, studiuesi është në mendyshje se cila vepër është e rëndësishme sepse krijohen mendime, paragjykime për vepra që nuk kanë vlerë letrare, fatkeqësisht, po vepra e Bajram Krasniqit është një vepër që unë mendoj që na mëson se si duhet ta lexojmë veprën letrare, si duhet ta kuptojmë veprën letrare, si duhet ta analizojmë veprën letrare. Domethënë si duhet ta shpjegojmë veprën letrare para studentëve dhe para lexuesit. Domethënë është një vepër e rëndësishme që shquhet me terminologjinë e saktë, e gjuhën e kuptueshme, botë kuptimi dhe vizionin modern. Pra, ka qenë njëri nga autorët, unë mendoj, me perspektivën më të ndritur në studimet letrare shqiptare. Fatkeqësisht Tiçiri, po jeta dhe vepra e tij sot, domethënë qoftë i ndritur në shpirtin e tij, duhet të na mësueshme, jeta dhe vepra e tij sot na mëson se Bajrami ka qenë njeri i punës, i penës dhe i jo i klani i grupacionit, ka qenë domosdoshmë njeri i vetvetes. Edhe njerëzit që janë të vetvetes, vepra e tyre është e madhe, është edhe e prekshme. Faleminderit. Faleminderit shumë, profesor, edhe për kujtimin, sa të shkurtimisht edhe për fjalët e mira për merituarat, sigurisht për Bajram Krasniqin. Recenzente e monografisë profesor Hysenit janë Fadil Grajçivci dhe Adel Olluri. Do që monografia ka qenë prej shkencor i Institutit Albanologjik. Ftojmë Fadil Grajçivcin me kumtesën monografi për autorin e sintezave të mëdha. Nderuara familja Krasniqi, të nderuar njerëz të jetës dhe veprës së doktor Bajram Krasniqit, të nderuar të pranish. Profesor Hysen Matoshi, autori dëshmuar shkrimesh e studimesh të ndryshme për letërsinë shqipe në veçanti dhe për albanologjinë në përgjithësi, autori 3 studimeve monografike, poezia Lazgush Paradecit në kontekstin e poezisë afrofiane, stilet në letërsinë shqipe në ndërmjet dy lutrave kulturore, Alidema, jeta dhe reputaria. Pastaj autori disa përmbledhjeve në artikuj e studime për autor, vepra dhe çështje fenomene letrare e kulturore në përgjithësi, si shqyrtime letrare, sprova albanologjike, autori 2 librave publicistik shkencor, në të cilët trajton tema me interes për të kaluarën dhe aktualitetin tonë politik e kulturor, si hapësira etnike kulturore shqiptare dhe kisha ortodokse serbe, e votuara në shqip dhe në anglisht, dhe Kosova idealet, iluzionet dhe realiteti. Së fundi vjen para lexuesit shqiptar me studimin monografik Reputaria shkencore Bajram Krasniqi, votimi Institutit Albanologjik të Prishtinës, me të cilin studim sjell një përvojë jo të shpesh në studimet tona letrare. Fjala është për një studim monografik metakritik, në të cilin me një zotësi të veçantë interpretuese, analizuese, sintetizuese, vlerësohet veprimtaria shkencore e njërit prej studiuesve intelektualve tanë më jetë shkurtër, Bajram Krasniqit, i cili shkencave albanologjike për një kohë aq të shkurtër sa pati jetë të kontribuojnë rreth 15 vjet, i la një trashëgimi të çmueshme. Para se të flas për këtë kontribut më të ri shkencor të studiuesit Matoshi, dua të theksoj një fakt me interes që këtij studimi ia shton vlerën shkencore. Në 10 vjetëshat e fundit, në shkencën tonë letrare, jo rrallë na vjen
në dorë studime monografike për jetën dhe veprën letrare, shkencore, intelektuale të autorëve të ndryshëm të shkruara nga studios që me autorët të cilët të bëjnë objekt studimi i njohin për ata që ende janë gjallë, apo i kanë njohur për ata që nuk janë gjallë. Që kanë njohur do të thotë në rrethana të ndryshme edhe për së afërmi. Në rastet më të shpeshta, autori i studimit me autorin e objekt të tij të studimit kanë pasur rastin të njihen më përsa afërmi në vendet e tyre të punës, duke krijuar mes tyre dhe miqësi. Por ka raste kur autori i një studimi për masash monografike qëllon edhe në një lidhje jo shumë të largët familjare me autorin e marrë për student. Në këso rastesh, sigurisht në këto studime, subjektivizmi i autorit për jetën dhe veprën e personit për të cilin shkruan, po thuaj bëhet i pashmangshëm. Në rastin tonë, në studimin monografik me ta kritik për veprimtarinë shkencore të Bajram Krasniqit, të autorit Hysem Matoshit, as që mund të bëhet fjalë për ndonjë dosë subjektivizmi. Sado që të dy i lidh marrëdhënia e punës në Institutin Albanologjik. Studiuesi Matoshi filloi të punojë në Institutin Albanologjik 6 vjet pas vdekjes së Bajram Krasniqit. Studiuesi Matoshi nuk kishte pasur fatin e mirë që të paktën një herë të takonte studiuesin e talentuar Krasniqit. Për së gjallit të studiuesit veprimtarit Krasniqi, studiuesi Matoshi, derisa ende ishte student, kishte pasur rastin që studiuesin Krasniqi ta dëgjonte në 2 tribuna shkencore të organizuara në fillim të vitit 1990. Pra, studiuesi Matoshi, projektet të tij për studimin e veprimtarisë shkencore dhe intelektuale të Bajram Krasniqit i ka hyrë duke e njohur vetëm veprën shkrimore të Bajram Krasniqit dhe jo atë personalisht. Si që thot edhe vetë në parathënje, kjo mungesë njohje personale ka bërë që ai të mund të fokusohet në mënyrë më të përqendruar në kontributin e tij shkrimor, profesional e intelektual, gjë që edhe ja ka arritur. Studimi monografik veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit është sistemuar në 6 kapituj të veçantë, në të cilët janë interpretuar, analizuar e vlerësuar kontributet shkencore të Bajram Krasniqit, të cilat kryesisht i gjejmë në 4 librat e tij, të cilët i botoi sa ishte fizikisht mesnesh. Komunikime letrare 1980, Letërsia dhe vetdia historike 84, Poetika e romanit historik 85, Kode të ligjërimit letrar 88 dhe në librin postum Inteligjencia, Letërsia dhe realiteti 1996. Përveç rezultateve shkencore në këta 5 libra të Bajram Krasniqit, materia me të cilën e ka realizuar studimin e tij monografik, studiuesi Matoshi ka përfshirë edhe ndonjë shkrim që ka arritur ta evidentojë ndërkohë, por që nuk bën pjesë të vëllimeve të botuara. Duke parë veprimtarinë shkencore të Bajram Krasniqit në shumë plane, si studiues të letërsisë shqipe, si kritik letrar, si studiues me interesime edhe për fusha tjera të albanologjisë, gjuhësi, histori, folklor, etnologji, antropologji, si polemist e intelektual gjithmonë të angazhuar në proceset e rëndësishme kombëtare, kulturore, arsimore, shkencore, politike e shoqërore të kohës, studiuesi Matoshi në rënd të parë është marrë me kontributin e jashtëzakonshëm të Bajram Krasniqit si studiuesi i letërsisë, autorin e sintezave të mëdha, që në të shumtën nuk ishin rezultati i përvetësimit të përvojave të tjerëve, sikur ndodh ndonjëherë sot. Sintezat e tij sipas Matoshit ishin kurorëzimi i punës së pavlefshme përimtuese, analitike, rezultati i kërkimeve këmbëgulëse dhe i gjetjeve vetjake në të shumtën e herës. Njërën nga sintezat e tij më të mëdha dhe njërën nga më të rëndësishme të shkencës sonë të letërsisë, në të cilën pleksen vetdia e historianit të letërsisë dhe kapaciteti njësi tipologjisë së zhanrit letrar në rraf shqiptarik, studiuesi Matoshi e veçon studimin monografik të Bajram Krasniqit Poetika e romanit historik shqiptar. Mbështetur në rezultatet shkencore të Bajram Krasniqit si studiues dhe kritik letrar, studiuesi Matoshi, studiuesin Krasniqi sheh si njërin nga studiuesit me koeficient të lartë origjinaliteti, i cili si as i anashkalon arritjet e studiuesve të tjerë në fushën e studimeve të letërsisë shqipe e as i shpërfil ato, sado që shpesh ndaj rezultateve të tyre mban qëndrim të drejtë kritik, duke pasur synim të çmtoj fenomenet letrare, veprat dhe autorët nga këndet të tjera të drejtimit shkencor. Duke parë nga ky këndvështrim, studiuesi Matoshi veprën shkencore të studiuesit Bajram Krasniqi në shet të shliruan nga biografizmi, sociologjizmi dhe historizmi si formate të studimit pozitivist të veprës letrare. Talentin e rrallë për të bërë sinteza lidhur me rrugën zhvillimore të letërsisë shqipe, lidhur me zhanre të caktuara letrare, autor, vepra apo fenomene letrare, sipas Matoshit
Bajram Krasniqi e ka plotësuar edhe në përgatitjen e tuvër teorike në zotërimin terminologjisë përkatëse të fushës së shkencës së letërsisë dhe të një metodologjie moderne qoftë në sferën e studimit të tekstit letrar, qoftë në sferën e kontributeve metakritike. Rrugëtimin e tij shkencor ai do ta vërejë në një proces në ngritje të vijurshme, veçmas pasardhjes së tij në Institutin Alban Rçik dhe përfshirjen në projekte e në aktivitete të ndryshme shkencore. Vetdia Bajram Krasniqit për të mos e zëvendësuar gjykimin kritik me ndjenjen e tij të përkatësisë ndaj kulturës shqiptare, sipas Matoshit ka bërë që ai të dallojë si studius me identitet të përmësuar dhe vizion të qartë shkencor. Me një fjalë, sipas tij, parimet etimologjisë së Krasniqit nuk bien në ndikimin në çfarë do lloj glorifikimi, hinizimi e teqmimit të veprave letrare dhe të autorëve të tyre. Veçmas ky fakt del në par në trajtimin përballës të letërsisë shqipe me letërsinë e zhvilluar evropiane, përkatësisht trajtimit të veprave dhe të autorëve tanë kundruar veprave dhe autorëve të letërsive të zhvilluara evropiane. Potencialin prej dietarit dhe intelektualit të dalluar të Bajram Krasniqit Matoshi e sheh të shprehur dhe në planin e shprehjes gjysore. Kështu sipas tij, studimet e Bajram Krasniqit i karakterizon terminologjia për zgjedhur, pasit nga fusha me të cilën merret, përdorimi i saktë i termave dhe i fjalëshave terminologjik, shumë prej të cilëve ishin të panjohur deri atëherë në fushën e shkrimeve shkencore, letrare, albanologjike ndërmjet. Në këtë pikpamje, sipas Matoshit, mund të thuhet se ai e ka krijuar fjalësin në të cilin identifikohet si studius i mërfjet të letërsisë. Kur flet për Bajram Krasniqin si studius i poezisë shqipe, interesimet e të cilit kanë një shkrirje të gjerë kronologjike, që nga autorët të periudhës së rilindjes kombëtare gjatë tek ata bashkëkohor, Matoshi ndërprurit më të rëndësishme të tij shkencore veçan studimin monografik për poezinë e Ismail Kadareis. Pavarësisht se fokusi kryesor i interesimeve të tij ishte proza, përkatësisht romani, Bajram Krasniqi si njeh mirë i terminologjisë që ka të bëjë me studimin e poezisë, me specifikat e karakterit metodologjik, që krahas nxjerrjes së përfundimeve, përfshin edhe interpretimin e tekstit poetik, pra krahas dijes shkencore letrare kërkojnë edhe intuitën dhe aspektin kreativ të leximit të poezisë. Në studimet e tij për poezinë shqipe ka lënë dëshmi të një dietari të formuar dhe lexuesi e interpretuesi të talentuar. Në studimin e tij monografik metakritik për vërtetarinë shkencore të Bajram Krasniqit, krahas rezultateve të shënuara në fushën e studimeve letrare, në kritikën letrare, në historiografi, në kulturologji dhe përgjithsisht në organologji, Matoshi një rëndësi të veçantë i kushton edhe figurës së Bajram Krasniqit si njëri prej intelektualëve më të guximshëm dhe më largfamës të kohës kur jetoi dhe veproi ai. Gjithmonë i angazhuar në procese të rëndësishme kombëtare, kulturore, arsimore, shkencore, politike, shoqërore që u zhvilluan në atë kohë në mesin e shqiptarëve të mbetur në Jugosllavi. Përtej nivelit të lartë argumentues, Matoshi në shkrimet e angazhuara të Bajram Krasniqit sheh guximin intelektual të shkencëtarit, i cili rezultatet e tij shkencore, pikpamjet e tij intelektuale i prezanton në forume federative dhe në mese as pak pikpritëse. Të mos harrojmë se në fund të viteve 80, shkrimet e guzimshme në mbrojtje të çështjes së drejtë shqiptare në Jugosllavi, si ato të Bajram Krasniqit, ishin të rralla jo vetëm në përmosën tonë kombëtare, por edhe më gjatë. Studimin e tij monografik metakritik vëmëtaria shkencore Bajram Krasniqit, studiuesi Matoshi krahas kapitujve në të cilët Bajram Krasniqi interpretohet, analizohet e vlerësohet si studius i letërsisë, si albanolog, polemist e intelektual, e ka pasuruar përveç me parathënien dhe përfundimin si elemente të domosdoshme të studimeve të këtyre përmosave, edhe me receptimin e veprës së Bajram Krasniqit, si dhe me shtojcën në të cilën janë sjell disa shkrime të Bajram Krasniqit dhe për Bajram Krasniqit, të cilat nuk ishin përfshirë në 5 librat e tij dhe në albumin, ku janë përfshirë fotografi dhe faksimile të shkrimeve të botuara të Bajram Krasniqit, jo vetëm në shtypjen dhe periodikun tonë, por edhe në atë të Beogradit. Ky studim metakritik për veprën shkencore gjurmë më dha të Bajram Krasniqit, jemi të bindur se shkencën tonë letrare e pasuron edhe me një përvojë të suksesshme të këtij lloji të rrallë në studimet tona letrare. Faleminderit. Faleminderit për këtë kontestë vlerësuese njëkohësisht objektivisht vlerësuese. Ftojmë Atil Ollurin, recenzentin tjetër, me kontesën Bajram Krasniqi në optikën e Hysem Matoshit. Falet shumë.
libri shkencor, veprimtaria shkencore e Bajram Krasniqit e Dr. Hysen Matoshit është një ndërmarrje intelektuale që e ndërron jo vetëm autorin e saj, por dhe institucionin që e ka recenzuar dhe botuar atë. E ndërron për dy arsye. Së pari, për shkak se trajtohet vepra shkencore e Bajram Krasniqit, njërit prej kritikëve dhe studiuesve më cilësor që kishte letërsia shqipe, i cili jetoi pak por i dha shumë mendimit letror shqiptar. Përpos trajtim shkencor, studimi i Matoshit për Krasniqin është një homazh minjos për vlerat dhe veprat e një kritiku të vlerëshëm të letrave tona. Së dyti, për shkak se me këtë monografi respektohet dhe vlerësohet puna akademike e një studiuesi të mirëfillt, i cili ka punuar në Institutin Albergjik të Prishtinës, duke dhënë dëshminë se brenda këtij institucioni ka pasur emra të rëndësishëm të dijes për dhe mbi letërsinë shqipe. Studiuesi Matoshi e nisi interpretimin e veprës studimore të Krasniqit, duke na dhënë së pari konceptimin e veprës receptimin e veprës së Bajram Krasniqit në skenën kulturore dhe letrare në Kosovë dhe në veçanti nga studiuesit dhe albanologët e ndryshëm. Përmes gjetjeve të tij, Matoshi na ofron të dhëna se vepra dhe mënyra studimore e Krasniqit ka qenë e pranuar dhe e vlerësuar lart nga studiuesit e letërsisë shqipe, si gjatë botimit të saj, po ashtu edhe më vonë. Pra, nis aventurën e tij studimore duke na bërë të qartë se kemi të bëjmë me një studiues të vlerësuar nga njerëzit më të mirë të fushës. Monografia Vepra shkencore e Bajram Krasniqit ndodhet në 6 kapit. Në 6 kapitoj, një shtojës dhe një album me fotografi dhe faksimile. Secili kapitull e trajton një fushë të interesimit shkencor të Bajram Krasniqit, i pari prozën artistike, i dyti poezinë, i treti dramën, i katërti kritikën letrare, i pesti çështjet e veçanta dhe të rëndësishme albanologjike dhe i gjashti për profilin e intelektualit dhe polemistit të Bajram Krasniqit. Shtojca na jep një informat të veçantë kulturore për disa biseda të studiuesit Krasniqit për periodik të ndryshëm kulturor të kohës, ndërsa fotografitë dhe faksimilet na shpalosin të dhëna mjaft të rëndësishme faktografike dhe dokumentuese për veprimtarinë dhe jetën e subjektit të trajtuar në këtë monografi. Dihet mirëfilli se interesimi më i madh studimor i Bajram Krasniqit ka qenë proza artistike, gjithsesi romani. Dhe natërisht kapitulli studimor i monografisë e trajton mënyrën se si e ka studiuar dhe vlerësuar ai romanin shqiptar. Na shpjegon mënyrat dhe modelin studimor të Krasniqit në analizimin e romanit, poetikës, tipologjinë dhe strukturën e tij. Për studiuesin Hysen Matoshi, kryevepra studimore e Bajram Krasniqit është poetika e romanit historik shqiptar. Një punë e lavdrueshme kërkimore dhe shkencore dhe një trajtim thelbësor dhe tipologjik mbi një formë letrare të zhvilluar në letërsinë shqipe. Poetika e romanit historik shqiptar është një aktivitet shkencor që Krasniqi e ka bërë në kuadër të angazhimit të tij si punonës shkencor në degën e letërsisë në Institutin Albergjik. Për Matoshin, kjo vepër e Krasniqit është një nga sintezat më të mira dhe më të arrira në studimet letrare shqiptare. Po ashtu, hapësirë të madhe në këtë monografi ka dhe trajtimi i Krasniqit mbi romanet e Ismail Kadares, që i trajton me një pedanteri akademike dhe me një vlerësim objektiv shkencor. Vend të veçantë në këtë libër të Matoshit zëdhe studimi i Krasniqit për dramat e Recep Qosis, poezit e Rahman Dedajt dhe çështjen e periodizimit të letërsisë shqipe. Një anë shumë pak e njohur e Bajram Krasniqit janë edhe polemikat e tij dhe eset reaguese për çështje të ndryshme kulturore dhe identitare. Ky profil fare pak i vënëre i Krasniqit na shpaloset mirëfilli në këtë monografi shkencore. Monografia e Hysen Matoshit, përpos natyrës interpretuese mbi veprat shkencore të Krasniqit, na shpalos edhe një profil të subjektit të tij të analizuar si një metënës për një histori zhanrore apo të nën zhanrit në letërsinë shqipe, siç është e romanit historik shqiptar. Një gjë e tillë e bën Krasniqin një njerëz të mirë të tipologjisë zhanrore dhe vepra e tij merr statusin e një interpretimi tipologjik të letërsisë shqipe. Monografia e Hysen Matoshit ka në vete aparaturën e nevojshme shkencore dhe referenciale, element që e bën atë të marrë repetitetin e një ndërmarrje të mirëfillt kërkimore mbi një njerëz të pazakonshëm të letërsisë shqipe, siç ishte Bajram
Krasniqi, i cili ishte unik në kodën e studimeve të dhe kritikës letrare shqiptare. Po të bëj një histori e kritikës dhe mendimit shqiptar për letërsinë, besojmë se emri dhe vepra e tij do të zënë një vend të rëndësishëm në hierarkinë e vlerave akademike. Kur themi unike, kemi parasysh intencën për ta parë letërsinë shqipe në totalitetin e saj, pa pasur paragjykim për një formë shkrimi letrar e as preferencë për një model a formacion stilistik në letërsinë shqipe. Një gjë e tillë e fut atë në mesin e kritikëve që në mënyrë pune e përdor analizën induktive, ku së pari zbërthehen të veçantat për të arritur të konstatimi i përgjithshëm, jo analizën deduktive që si mënyrë pune e bën të kundërtën. Krasniqi është unik për shkak se me detin potencial akademik i qasës së cilës vepër, pa marrë parasysh emrin e madh ose jo të autorit të saj. Ai i dha shumë mendimit letrar shqiptar, dhe është një nga kritikët më serioz të letërsisë sonë. Veprat e tij kryesore që u përmendëm atë janë komunikime letrare, letërsia dhe vedia historike, poetika e romanit historik shqiptar, kodet e ligjërimit letar dhe inteligjenca, letërsia dhe realiteti. Dy veprat e tij studimore, letërsia dhe vedia historike dhe poetika e romanit historik shqiptar, sidomos i dyti, e trajton ndërthurjen e lëndës historike me atë letrare në zhanrin që është tipik për këtë gazhetim, pra në romanin historik. Krasniqi bën një studim historiko-letrar të këtij zhanri në letërsinë shqipe që nga fillimi i tij deri në bashkëkohësi, duke analizuar kështu në njërin anë zhvillimin historik të tij, ndërsa në anën tjetër elementet formale e artistike të romanit historik shqiptar. Dyshime stilistike që ka psuar ky zhanri në kohë të ndryshme në letërsinë tonë. Me një fjalë, diçka di kriter tipologjik në këtë studim, ku mund të themi se Krasniqi në këtë vepër ka bërë një histori letrare, një histori të zhanrit dhe jo një histori të letërsisë në principin e saj klasik. Dhe këtu mendojmë se është krediti, vlera shkencore e këtij studimi, nga që ai nuk jep vetëm një informacion të thotë historik, por e bën një zbërthim tipologjik karakterizues të romaneve, një pasqyrim të detajuar të ndryshimeve formale që e kanë karakterizuar zhvillimin e këtij zhanri. Ndërsa autori i monografisë që përorojmë sot është një nga njerëzit më të mirë të letërsisë shqipe dhe një autor i dëshmuar i studimeve arkeologjike, dhe këtë komentim e përmirëmi duke përgëzuar për këtë ndërmarrje të studimore dhe shkencore. Për konkluzion koncize, natyrisht se gjithmonë qartë, është besoj rrodha e përfaqësuesit familjes, si të thotë disa fjalë. Faleminderit. Të tash miq kolegëve praneshëm të sot. I falenderojmë Me mikrofonin pa. në emër të familjes gjithë juve. Dëgjohet? E po mirë. Spari falenderoj Institutin Arkeologjik për organizimin që keni bërë për babën. Ju falenderoj nga zemra gjithë juve që ishitur, fjalët që i thatë për babën. Profesoresha Floresha, sidomos enkas për rrugtimin e juaj që keni ardhur nga Tirana, për evokimin që bët kujtimet gjatë vizitës që keni qenë këtu, në fotoalbumin tonë familjar, je aty, bashkë me zonën Resimi Agjenset, edhe të tjerët gjatë kosur keni qëndruar në Prishtinë. Faleminderit shumë Azamil Azem për fjalët që i tha, kujtimet që i ndave në punën që ke po bashkë me babën, sidomos redaksim fjalë. Nuk e pas nga di që lajmin për vdekjen ju keni shkruar. Faleminderit shumë. Falenderoj Sali Bashotën, gjithmonë e kujtoj intervistën e juaj të fundit që edhe përmendën. Dhe se nëzet Zotin Fali Graqirci për fjalën që i thatë, Zotin Antil për punën që për fjalët që i tha për monografinë e veprës së profesor Matoshit mbi veprën e babës. Javën e kaluam tash të them disa fjalë, të shkruaj disa fjalë, dhe në fund ja dhash të shoqës, thash çka po ta merr mendja, lexo se pak kër se ta merr me mend është emocionale veprë.
tha e pas ke bo një analizë. Tha nuk se isha e mbërthim shumë prej librit që lexoja, dhe me të vërtetë ishte ashtu, e kisha bo një analizë të metakritikës së profesorit Matoshi për kritikën e babës, dhe lash anash. Për shkak se, du të vazhdoj, për familjen tonë, kjo tërheqës diskutimi, është më shumë më tepër se një kujtim. Është një dëshmi që puna dhe mendimi i babës tonë ende frymon mes jush. Dhe për këtë arsye dje gjatë udhëtimit për në Prishtinë, kur po lexoja prap librin e profesor Matoshit, me veçanti pjesën e botuar me titullin Kritika dhe etika në jetën e re në majtët të gjashtës, që e keni paraqitur prap aty, dhe aty kritiku Bajrami, baba im fokusohet në dy aspekte, në raportin e krimtarisë letrare me kritikën dhe problemin e kulturës së leximit. Fjalët e tij pothuajse 40 vjet më parë janë aktuale edhe sot, në mos më shumë. Aso kohë lexuesi dhe kritiku ishin pjesë të njëjtit ekosistem, një shoqëri që ende çmonte librin, reflektimin dhe gjuhën. Sot kjo marrëdhënie është dobësuar, leximi është rralluar, zërat e arsyes shpesh humbin përballë zhurmës. Dukuria e rënjes së leximit e humbjes së lexuesit selektiv, të lexuesit aktiv, që nuk i fiksohet kuptimit, mendimit të thelluar, është një dukuri globale. Në pothuajse gjithë botën shihet një rënje në cilësinë e lexuesit si pasojë e transformimeve të mëdha në fushën e teknologjisë dhe të glabrimit të madh të hapësirës publike nga mediat sociale. Megjithatë, shoqëria jonë, si në Kosovë e si në Shqipëri, ka tiparët dhe faktorët historik të veçantë në këtë kontekst. Në vitet 70 e 80, kritiku dhe shkrimtari supozonin një lexues mesatar, atë që lexonte jetën e re, fjalën, rilindjen, dhe që çmonte vlerësimin kritik. Ky lexues i supozuar i jepte kritikut letrar, historianit të letërsisë, intelektualet në përgjithësi, dinjitetin dhe statusin në shoqëri sepse ata ishin uralise mes fjalës së shkruar dhe lexuesit. Tani, lexuesi i përgjithshëm ka një vëmendje gjithnjë më të shkurtër, të fragmentuar nga mas mediat ku autoriteti profesional vëhet në dyshim apo i jepet fare pak hapësirë. Por pikërisht për këtë arsye, për ju që jeni mbledhur këtu, bashkëkosit dhe pasardhësit e Bajramit, puna juaj sot bëhet edhe më e vlefshme, sepse lavjersi kulturor, siç na mëson historia, lëviz nga njëri skaj në tjetrin. Përkushtimi juaj ndaj fjalës së shkruar, përkundër sfidave, krizave kulturore, shoqërore, e sfidave të shumta dhe vështirësive financiare nga mungesa e vëmendjes së dur institucionale, e ushqen shpresën për shpirtin kulturor të shoqërisë sonë. Rezistenca juaj me pend në dorë është detyra intelektualit sot për t'i mbrojtur vlerat, ani pse i vetëdijshëm për marginalitetin e tij. Sepse, siç thotë Roland Barthes, leximi është një veprim etik, ai i reziston mos vëmendjes. Babai im ishte i vetëdijshëm për këtë. Më kujtohet si fëmijë 12 vjeçar, edhe në kohën kur lëngonte nga smundja rënd, me gjithë dhimbjet fizike që kishte, ai lamentonte pamundësinë e tij për të hedhur në letër mendimet që kishte në kokë për veprat për të cilat kishte punuar së fundi e që rënë në komodinën përballë. Ah, sikur të kisha edhe 5 vite jetë, thoshte. Fjalë këto që mua më duke më shumë ishin të drejtuara për librat në bibliotekën e tij. Dhe ky perceptim i bisedave me librat ishte jo rastësisht i ngulitur tek unë. Sa herë që më merrte në institut, ma gjepstra që nga hyrja, nga shikimi impozant i bustit të Naimit, korridori zgjatur drejt tek zyra e tij në katën e tretë në kënd, dhe aroma e veçantë të cilën ndjej Sari mbylli sytë edhe sot. Kjo godin ku gjendemi, për mua më përbënte një botë ku ai me shokët e shoqet e tij ishin pjesë e diçkaje të mistershme. Një botë si në realizmin magjik markezian, ku çdo gjë është e mundshme. Fjalët e tij të fundit, para se të shkonte në Amshim, ishin u ktheva nga Shqipëria. Për një fëmijë të rritur në atë mënyrë,
ku e jashtëzakonshmja ndodhte në të njëjtën mënyrë si rëndëmta ishin krejt kuptueshme. Kolegët e tij kishin shkuar në Tiranë së fundmi, atje ku ai do duhet të ishte me ta. Dhe si besnik dhe përkushtues i madh ndaj letërsisë dhe albanologjisë që ishte, në ëndrrën e tij të fundit e bëri rrugtimin e tij të fundit në Shqipëri. Kështu që kur ju shoh sot këtu, e di se babai im do të ishte shumë i gëzuar e i lumtur. Ai përkiste një brezi që besonte se fjalët e shkruara mund të ndryshonin mendjen e njeriu dhe rrjedhën e historisë. Jeta e tij u ndërprej herët, por mendimi i tij ende gjallon. Ai vazhdon përmes jush që shkruani, lexoni, studioni dhe kujtoni ata që lanë gjuhë. Profesor Matushi, duke lexuar librin e juaj për babën, kisha një ndjenjë se po flesja me të. Edhe pse motivi juaj për të dedikuar kohë e mund e vetmi, se zanati juaj e kërkon vetmi, siç e keni thënë edhe vetë në hyrjet e librit, nuk ka qenë i bazuar në premisat e njohjes personale. Megjithatë, më krijua përshtypja se i një bërë shok. Me përulësi të falenderoj nga zemra për punën që ke bërë. Në emër të familjes, ju falenderojmë të gjithë ju që e përkujtuat Bajram Krasniqin sot. Të gjithë ne dhe ata që vinë pas nesh, ju që përkujtuat Bajramin, me kujtesë, me respekt për fjalën dhe për punën shumë të çmuar që e bëni. Ky përkujtim nuk është vetëm për të, është për idenë që ai dhe ju e përfaqësoni, se fjala e shkruar ka vlerë. Faleminderit. Shumë faleminderit për e the shumë mirë, ishte analizë, do t'ju kërkoj për botim, natyrisht nëse ju dëshironi ta botoni, se këtu do të botuar këtu. Më interesa. Profesoresha akademike ju në dorë dëshiron të thotë disa fjalë. Unë po them me zemër që sikur kishte mundësi Bajrami ati ku është të dëgjonte fjalët që tha djali i vet, do ishte shumë krenar, siç është krenar dhe nëna në krahun tënd, siç është krenar dhe vllai yt dhe sigurisht dhe fëmijët e tu. Unë kuptoj ti ke trashëguar nga Bajrami atë aftësinë, atë ligjërimin shumë të qartë, shumë shkencor, shumë analitik. Dhe vërtet më të bëhet qefi shumë. Sikur se pata rast të njoh dhe Lajdonin, po e them tashi, në një mesazh që më dërgoi në Tiranë, më bëri përshtypje për te respektit e shumë, një tekst me një korrektesë të jashtëzakonshme gjuhësore, me një mendim të qartë dhe pas një gabim, domethënë sikur e kishte korrektuar një gjuhëtar. Ju keni genin e babait tuaj dhe vërtet nëna juaj do të jetë shumë krenare për ju, edhe fëmijët tuaj gjithashtu. Shumë përgëzime dhe shumë faleminderit për ato një njohjen që tregon edhe për vlerësimin që na bëre. Shumë faleminderit. Ju falenderoj për pranim, panelistët, po ashtu shimin e aktivitetet e tjera të radhës.